Të nderuar, sot qeveria miratoi vënien në funksion të sistemit të kontrolleve të përbashkëta kufitare One Stop Shop me Republikën e Shqipërisë. Me këtë përmbyllet procesi i vendosjes së këtij sistemi me 3 shtetet fqinje të Republikës së Maqedonisë së Veriut që nuk janë pjesë e zonës Schengen, duke pasur parasysh se ai tashmë funksionon me Serbinë dhe me Kosovën. Për finalizimin e plotë të procesit mbetet të nënshkruhet marrëveshja ndërmjet dy ministrive të punëve të brendshme. Zbatimi i sistemit fillimisht do të nisë në pikën kufitare Qafthan, ndërsa më pas do të zgjerohet edhe në pika tjera kufitare me Shqipërinë. Zbatimi i sistemit do të mundsoj kalimin më të thjeshtë, më të shpejtë dhe më të sigurt të kufirit shtetëror, veçanërisht gjatë sezonit veror, kur rritet ndjeshëm frekuenca e udhëtarëve dhe kur në të kaluarën qytetarët shpesh kanë ngritur shqetësime për pritje të gjata në pikat kufitare. Nevoja për një zgjidhje të këtillë konfirmohet më së miri nga frekuenca e lartë e udhëtarëve në pikat kufitare me Republikën e Shqipërisë. Gjatë vitit 2025, në këto pika kufitare janë regjistruar rreth 4.600.000 udhëtar, prej të cilëve 2.300.000 në pikën kufitare Qafthan. Këto shifra e theksojnë rëndësinë e vendosjes së sistemit One Stop Shop, i cili do të mundsojë qarkullim më të shpejtë dhe më efikas të udhëtarëve, si dhe do të kontribuojë në uljen e kohës së pritjes në kufi. Ju falenderit.